munguara, po pabarazia që thot raporti OSBE-u dirit besoj se lidhet më tepër dhe jo vetëm me faktin që ju e përmendët me avantazhin që mund të ketë shteti në garë ose pushtetarët në garë. Por besoj lidhet dhe me këtë faktin tjetër që pak u tha që lidhet dhe me sistemin, unë doja të dilja pak keq të Bledi për pjesën që duhet ta përmend sistemin në këtë garë. Sepse fakti që disa parti prodhojnë mandat me 64.000 vota, ka një problem shumë të madh dhe pabarazia që thot raporti OSBE-u dirit besoj lidhet dhe me këtë, sepse nuk mundet që një deputet përfaqësohet në kuvend me 10.300 vota dhe dikush tjetër përfaqësohet me 64.000 vota. OSBE-u dirit e vëlla. Ka thënë thjesht kritikë nuk kanë OSBE-u dirit në mënyrë me konsensus politik, ai është konsensus politik. Po OSBE-u dirit mund të ketë certifikuar me sistemin asnjë. Nuk lidhet me sistemin, se po duket sikur flasun po i dalun gratë Damianit të Sistemi s'është marrë arsye sistemi është sovran. Secili vend zgjedh vokacioni i vullnetit politik. Kishte raporti thotë nuk kishte ndërhyrje nuk kishte ndërhyrje me gjitha gjykata kushtetuese nuk kishte ndërhyrje në kuadrin ligjor, ishte ndërhyrje pjesëore. Ishte ndërhyrje pjesëore. Gjithsesi, çështja ime nuk ishte vetëm te kjo pjesë. Më tepër e kisha në aspektin që flasim për një sistem i cili ose për një pabarazi, sepse dua ta kap pikërisht në këtë pikë, që lidhet dhe më tepër se sa vetëm fakti që inaugurohet një rrugë apo falen disa gjoba. Lidhet me disa ndërhyrje të drejtë për drejta ose përdorimit të disa seteve shumë të thelbësore ose para thelbësore që përdoren gjatë periudhës fushatës, qoftë dhe me ligj, qoftë dhe pa ligj, për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ne jemi vend i vogël që pak modifikim buxheti, disa thirrje për fermer, disa para të dhëna në zona të caktuara mund të ndikojnë rezultat. Kjo nuk justifikon asnjë parti, nuk justifikon asnjë humbje dhe nuk justifikon asnjë gjë për të marrë apo për të pasur mundësinë për të marrë një rezultat sa më të mirë, por mendoj që në një vend si Shqipëria, i cili kërkon të përmirësoj çdo herë më tepër, jo të jetë një hap para në çdo zgjedhje në përmirësimin e standardeve, por të ketë standarde europiane, besoj se dëmton. Dhe në këto zgjedhje u duk qartë në këndvështrimin tim që patjetër që partia në pushtet është në avantazh. Është në avantazh duke përdorur të gjitha setet e saj të mundshme, duke përdorur dhe makinat deri te makinat e qeverisë ose makinat e administratës. Dhe kjo jep një lloj deformimi në aspektin e parë ose në atë që, siç e thash, duam të ruajmë një standard evropian të zgjedhjeve. Por në këndvështrimin tim, duke marrë dhe faktin që në çdo shtator, mbas zgjedhjeve, siç e tha dhe zoti Balla para pak ditësh, niset komisioni për reformën zgjedhore, dhe ju zoti Gjiknur jeni kryesor në drejtimin e këtij komisioni. Përfundimet e këtij komisioni janë vetëm në muajt e fundit ose në limitet që mund të jepet një përmirësim i sistemit, mund të jepet një qasje më e mirë në zgjedhje dhe fatkeqësisht ndrohet vetëm mbas 4 vitesh me një modifikim të lehtë, pa arritur të bëjmë një zgjidhje të mirë ose të japim shqiptarëve një model të pakontestueshëm të zgjedhjeve dhe të dakordsuar mbas edhe më gjerë se sa Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Çdo herë bëjmë disa modifikime të vogla, të paktën nga viti 2008, kur kemi këtë sistem ose këtë sistem proporcional rajonal. Dhe deri më sot, në limitet e kohës, është marrë diçka ose është ndryshuar diçka ose është arritur diçka dhe asnjëherë nuk është bërë një reformë e gjithë pranuar, e mirë menduar në mënyrë që të mos kemi këto problematika, qoftë për numërimin elektronik, qoftë për votën atë diasporës, pavarësisht se ishte risi dhe nuk kishte mundësi tjetër përveç se me gjithë limitet e kohës, kaq mund të organizohet deri në këto momente. Jo, u bë goxha punë me votën e diasporës. Patjetër, po që duhet përmirësohet, duhet përmirësohet për të ardhmen, sepse votuan një pyetje